Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Si nuk e kemi ditur më parë, përdoreni karafilin çdo ditë dhe nuk do prekeni nga këto sëmundje. Sythat e vegjël të tharë të luleve nga pema e karafilit të thatë janë vlerësuar prej kohësh në mjekësinë popullore për avantazhet e tyre të shumta, përtej vetëm përmirësimit të shijes së ushqimit dhe munden të ndihmojnë. Gjithashtu edhe shëndetin tuaj. Përmirësoni shikimin. Karafili është i shkëlqyer për të luftuar erën e keqe të gojës, kavitetet dhe gjithashtu sëmundjet e mishrave të dhëmbëve, pasi ato përmbajnë substanca antibakteriale. Përtypja e disa karafilave nuk është vetëm e mirë për shijen tuaj, është gjithashtu një qasje e shijshme për të mbajtur një gojë të shëndetshme. Trajtimi i mëlçisë. Karafili është një kohësisht shumë i mirë edhe për mëlçinë tuaj, organi më përgjegjës për detoksifikimin. Sipas ullumtimeve, këto sytha aromatike ndihmojnë në përmirësimin e funksionit të mëlçisë, gjë që i bën ata një plotësues të shkëlqyeshëm për regjimin tuaj ushqimor. Karafil, aleat delikat për sheqerin në gjak. Karafili mund të bëhet shpejt shoku më i afërt i diabetikëve. Një mënyrë e mundshme për të ndihmuar në kontrollin e diabetit është që ju të përtypni 1 ose 2 karafila çdo ditë, mundësisht me stomakun bosh. Kjo mundet gjithashtu që t'ju ndihmojë në rregullimin e niveleve të sheqerit tuaj në gjak. Arritja e harmonisë tretëse. Sistemi juaj tretës do të vlerësojë ndihmën që ofron pikërisht karafili. Fryrja dhe gazra dhe dispepsi janë çështje të shpeshta të tretjes, por ato lehtësohen duke nisur procesin e tretjes dhe duke rritur prodhimin e pështymës. Ndihmësi për humbjen e peshës. Ju mundet që të përdorni karafilin si një armë të fshehur në luftën tuaj kundër obezitetit. Ju mund të qëndroni në rrugën e duhur me qëllimet tuaja të ushqyerit të shëndetshëm dhe ushtrimeve me ndihmën e këtyre shtypësve natyral të oreksit. Sistemi juaj imunitar. Lëreni karafila që të çlirojnë potencialin e tyre për të forcuar gjithashtu imunitetin tuaj. Për shkak të përmbajtjes së lartë të antioksidantëve, ato mbrojnë gjithashtu sistemin tuaj imunitar nga stresi oksidativ dhe gjithashtu ju ndihmojnë të ndiheni mirë gjatë gjithë kohës. Karafili e bën më të lehtë frymëmarrjen. Karafili ka cilësi antiinflamatore dhe ekspektorante që mund të ndihmojë në zbutjen e vështirësive në frymëmarrje. Në qoftë se ju vuani nga astma, ftohja ose kolla, provoni të përtypni disa karafil ose të përdorni vajin e karafilit. Anti-inflamator. Për çrregullime inflamatore si artriti, karafili mundet që të jetë shpëtimtar për sa i përket rrugëtimit të tyre dhe rutinës së tyre të reduktimit të dhimbjes. Karafili ka veti natyrale anti-inflamatore, prandaj ju duhet që t'i përfshini ato në rutinën tuaj të përditshme. Karafili ofron një strategji gjithëpërfshirëse për shëndetin për shkak të historisë së tyre të gjatë të përdorimit në mjekësinë alternative tradicionale. Karafili mundet gjithashtu që të jetë një aleat shumë i shijshëm në rrugën drejt shëndetit të mirë, pavarësisht nëse i përdorni si erëz kuzhine apo si trajtim bimor. Karafili është plot me virtyte. Prandaj përqafojeni ato, shijojeni shijen e tyre të shijshme dhe korrni përfitimet shëndetësore që ato ofrojnë. Karafili i vogël dhe i fuqishëm do të bëjë një spërkatje të lehtë në jetën tuaj. Komponenti kryesor kimik i vajit i quajtur eugenol, i cili është gjithashtu përgjegjës për aromën e fortë të karafilit dhe vetitë e tij të fuqishme medicinale. Në fakt, studime të shumta kanë zbuluar se përbërjet në karafil
kanë disa përfitime shëndetësore. Karafili gjithashtu forcon sistemin tuaj imunitar. Karafilat janë një nga ushqimet më të mira që ne mund të ham për mbështetjen e imunitetit. Lulja e tharë e leshit të karafilit përmban komponime të cilat ndihmojnë në forcimin e sistemit tuaj imunitar duke rritur numrin e qelizave të bardha të gjakut. Karafili gjithashtu përmirëson tretjen. Karafilat nga ana tjetër rrisin sekretimin e enzimave tretëse, prandaj ato munden të përdoren si ilaç për problemet e tretjes. Për më tepër, karafili është i shkëlqyeshëm për zvogëlimin e nervozizmit të stomakut, ulçërat e stomakut, nauze, dispepsin, kapslëkun dhe gjithashtu blozën. Kështu që mund të lehtësojë dhe dhimbjet e dhëmbit. Karafilat përmbajnë eugenol, i cili ka veti anestezike, kështu që në qoftë se ju keni dhimbje dhëmbi, vendosni një karafil sipër dhëmbit shqetësues për të eliminuar sikletin derisa të arrini tek dentisti. Karafili gjithashtu mundet që të mbrojë edhe mëlçin tuaj. Karafilet kanë sasi jashtëzakonisht të lartë të antioksidantëve, të cilat janë po ashtu ideale për mbrojtjen e trupit, veçanërisht mëlçin nga efektet e dëmshme të radikaleve të lira. Dhe nga ana tjetër, në afat të gjatë, metabolizmi juaj rrit prodhimin e radikaleve të lirë dhe lipideve, ndërsa zvogëlon antioksidantët në mëlçi. Karafili mundet gjithashtu që të promovojë shëndetin e mirë të kockave. Karafilat nga ana tjetër përmbajnë komponime të cilat rrisin densitetin e kockave dhe janë të përfshirë gjithashtu në prodhimin e indeve të eshtrave. Sipas një studimi të kafshëve, ekstrakti nga karafili i lartë në eugenol përmirësoi disa tregues të osteoporozës dhe rrit forcën dhe dendësinë e kockave. Nga ana tjetër, karafili ka veti antibakteriale. Universiteti i Buenos Aires testoi karafil kundër disa llojeve serioze të baktereve dhe u tregua se vaji esencial i karafilit ishte tepër efektiv për eliminimin e këtyre baktereve. Gjithashtu, vetit antibakteriale të karafilit madje mund të ndihmojnë në promovimin e shëndetit oral. Karafili mundet të ndihmojnë në rregullimin e sheqerit në gjak. Karafilat janë të përsosur për njerëzit që vuajnë nga para diabeti dhe diabeti, sepse brenda trupit ato kanë një efekt të ngjashëm si insulina. Sipas studimeve, karafili përmban nigeritsin, një përbërës i cili rrit marrjen e glukozës nga gjaku në qeliza dhe rrit gjithashtu sekretimin e insulinës dhe përmirëson funksionimin e qelizave që prodhojnë insulinë. Karafili ngadalson koagulimin e gjakut. Karafilat përmbajnë gjithashtu eugenol acetil, një tjetër përbërës aktiv mbresëlënës. Sipas studimeve, acetil eugenoli është një frenues i fuqishëm i trombocideve, po ashtu që do të thotë se ai parandalon grumbullimin e trombocideve në gjak. Grumbullimi i trombocideve gjithashtu duhet të dini se është një nga faktorët i cili çon në formimin e një pikse gjaku ose tromboze. Prandaj duhet të bëni kujdes. Duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!